4 objekte në afërsi të stadiumit Loro Boriqi kanë nisur që të shemben nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Pronarët e këtyre objekteve kanë debatuar me përfaqësuesit e IKMT, duke kërkuar urdhrin e prokurorisë dhe dokumentacionet e tjera për këtë aksion, por përgjigja ka qenë se kjo po bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave. Për çfarë shteti me mbrojta me gjerë njerëzit rrugë madhe, me mbrojt njerëzit a me gjerë rrugë madhe. Ta prish sikur dikur që ka vrarë njerëz shteti, edhe sa të marrin njerëzit lek. Edhe kja është me gjerë rrugë madhe. Du vendim prokurorie, du vendim letret, çdo gjë dokumenta, s'ka si fort dokumentit i nunku vetëm vjen kot thot, filani thot duhet me dal më shtu objektin. Nuk kam certifikuar pronësiet. Ku më zgjidh drejtën tëme vet. Përfaqësuesi i Inspektoriatit nuk ju përgjigj mediave. Pronarët e këtyre objekteve quajnë një grabitje prishje në ndërtesave që ata posedonin deri më sot. Por me forcë nuk del jashtë. Bomë njësë ashtu. Se jam njeri e unë. Qa keti me veti, kam alë me veti. I këtë dyqan ashtë qysh natë e njësin, me lejë bashkijet, me lejë të me tanë. Bashkia ka fajsis në denezet, se ju bomë kemë këtë bashkijet, se lang të më artu. Asjene, ju kishe një stanve. Tu s'ka zë të shkodra. Pik. Ju vini në unitata me ne, ju lumë. Këtë dyqan bënë 100.000 lek, ti më thu del jashtë. Edhe del pa punë. Asë më ëmë për shteti, asë më ëmë për kërkuj. A i del atje thët, ka një kësa shqiptarë. Tu a jam e ikë. Po të më bëha farë e vijë tanë, si sirjent, me ikë tanë shqiptarë. Po asi loj venimit, si band kriminale, ashtë me ne qysh në 91-shin, edhe vjene prish dyqanet. As shpronësim, as i gja në mënyrë absolute. Kjo është grabitje e pronës. Kjo është bandën 45-ën, edhe vazhdojnë me bandën tash. Pavarësisht rezistencës dhe pretendimeve të pronarëve, Fadroma ka nisur shembjen e 4 objekteve në kuadër të rikonstruksionit që po i bëhet stadiumit Loro Boriqi.